kush e bleti e kush e shiti opozitën, sidomos këta LDK-n. Dihet se kërkush deri sot nuk po guxon me thonë që LDK-ja nuk është e LDK-s mo, edhe LDK-ja nuk është e antarëve të LDK-s, po LDK-ja është e devollëve. Këtë sen kërkush në për studiet televizive nuk guxon me përmend. Pse s'guxon me përmend, dihet se ai pagun krejt. Deri sa një analist del e fol edhe din gjithçka, veç që sa nuk e din, mu pak qënë me dyshu se një analist kur paguhet, ai nuk mundet kur me thonë ato çka mendon ai, po çka mendon ai tjetri që pagun. Edhe kur ka nis mu shit LDK-ja, kur ka ra LDK-ja në dorë devollistanëve. Ju kujtohet Romja edhe ngritja e kryetarit LDK-s Isa Mustafës atëherë, kur rrëzoi atë për kryetarin e ish kryetarin përpara. Prej atij momentit LDK-n e ka marrë në dorë devollistanët. PDK-n e ka marrë që 8 vjet devollistanët. AK-n e ka marrë në dorë devollistanët. Komplet partitë të opozitës i ka marrë në dorë devolli. Devolli 75% të listave për deputet javë ban devolli. 25% javë vlen këtyne kryesisë që s'ka qare pa e qitë ata se është e pamunshme tani, për 75% të listave i kontrollon devolli krejt partitë e opozitës. Edhe s'kum pa unë deri sot alo një analist, një politolog, s'po di një njeri në Kosovë që del e thët vërtetën që pse LDK-ja ra ka shpusht. Normalisht që populli nuk beson, kur nuk beson me një parti që është parti si LDK, po kur partia shndrohet në devoll, atëherë populli nuk i beson devollit, po nuk jep votën as partijës. Kur një parti shndrohet prej një parti politike edhe shndrohet me një dogan ose me një terminal doganor që shanë shndru këta të opozitës, normal që nuk mundesh me fitu vota, se populli voton për parti, po jo për terminale doganore. Shihet qartë që PDK-n, 70% e PDK-s listën e tyne ka ba devolli, edhe 2-3 kompani të forta në Kosovë që kontrollojnë krejt mediat. Po kur dolin qëta analistat, edhe shiten si të meqëm, edhe shiten si patriota, edhe shiten si guximtar, edhe kur nuk guxojnë që 5 vjet me përmend emnin devollistanëve, kjo pak është mohabit, adin, se këta gazetarët mirën me gjithë konin, po me ata shefat e mdhaj nuk guxojnë më marë, se ata le që ja nalin paret, pa ata ta nalin edhe frymën. Për që ata këta nuk guxojnë me përmend ata të mdhajt kush janë. Deri sa Berat Bozhala mirët me një njeri TikToki që ka qit një video për qefin e tina, edhe as nuk i ka shoh kërkan, as nuk se ka përmend emnin kërkun, Beratit, atina tjetrit, atina Pevacicës tjetër në të shtatë, që është ai ja rrova emnin atina farë, ish gazetarit që i shkoni burgosën për në Zvicër, Mirena. Mirën me një njeri thjesht që ka qit një video në TikTok të këcy me një kong të Albin Kurtit, edhe nuk guxojnë më marrë me ata që për i me duhet më marrë një gazetar, në qëse je gazetar për me, në qëse je Pevacic, si Berati, si Lirimi, si atjetri, mirën me njerëz përveçëm, me njerëz që nuk s'ka të bajnë kur gjo me politikën a njeri.
A njëre ka qitë një video për qefin e vetë, ka këcy në TikTok, edhe kur gjohën, adin nuk ka kur gjohën të bajnë, as me hajni, as me politik, as me kur gjohën hizbre, edhe shkojnë këta, postojnë videot e atina, një njëri tjeshtë, edhe e këshyri gjykata nuk reagon, prokuror nuk reagojnë. Po qysh një gazetar normal quat e poston që ato video, bre? Unë nuk beson, nuk përmoj me kuptu qysh ka mundësi më marrë njëri me asisane. Kur je gazetar, merë me qeshtjen aktuale, me politiken, me hajnien, me vjedhën, po jo për më marrë isha për shdo dit. Berat Bozhala të postu në Facebookin e tina do statuset njerit që s'ka lidhaj e ka qitë një status, e ka qitë, po është normal be që ka qitë, se menon e eronë që ashtu, edhe qohet një gazetar, që 25-6 vjetë punojnë si gazetar, po thojnë, se ata veç shpione janë si gazetar s'janë. Edhe mirën me gjenë me Facebookat privat njerëzve, e marrin fotografit e njerëzve t'i postojnë, e marrin shkrimet e dikuna t'i postojnë. Edhe tani kur po del dikush, pe ngrej zhag, si atë Garnaqin që pa të rej bim, po quhen këtë gazetar me mbroj tani, jo, mëse mbroj, ka dale, se kur e qet dikush në Facebookin e vetë privat, aj nuk është për ty, aj ka qitë privat është aj. Jo ti me keq përdor Facebookin e dikuj tjetër, fotografit e dikuj tjetër, nuk i drejt me bo, jo po ligje ta lejon. Po ligje ta lejon, po tani shqiptari nuk ta lejon, që ato problemi. Tani bjen qohë dikush atë ngrej zhag. Ligje ta lejon më marrë me ministra, më marrë me parti politike, më marrë me hajni në qeveri, më marrë me hajni në opozit, më marrë me korporatat mëdhaja që vjedhin Kosovën, më marrë me gazetar që paguen prej Serbijës, që shenit pagun jo. Po jo, Pevaqica më marrë me gjenë thjesht që s'kanë bajt kur gjo me juve. E qash poshtë keni ra jo Pevaqicat, të marrë me njerës kotja, edhe nuk mirë ato konsht për me më marrë, edhe me thonë një fjallë. Një dit i pështoj batonit një fjallë edhe u bon kiameti Lëdëkyr që kanë pagu pare që kanë vendos Lumner Abdegjikun sekretar Lëdëkyrës. Qëtë fjallë e di që edhe aton si pahiri se ma kur se ka përsërit aton. U munutën me hup aton, po u shkep qatë shumë që s'mojtën me hup. Po jo përshëndes gjithve, ama gazetare dhe ju Pevaqica që po shqitin në për televizione gjithë shka që është e mundën ranat e juja, mledhën e pak komt, këqërën e shka po fëllë ndoshin në herë më ju besu, edhe ju kësha mbo apel këtyne trive, gazetarve tri që më zbahi su kur ato Pevaqicat që janë që 20-25 vjetë që mirën me veç gazetarës janë, po të paktën ma mirë be 200 euro merë edhe thoja aton qka ti e mendon, se mi marë 400 euro e me thonë ti qka mendon aj tjetëri për. Dhe mos bini bre qash pusht, mos merë një bërpare për Serbijës, na adim që Serbija është në gjende me dhonë miliarda për me prish Kosovën. Po jo të rritë bili mos e bani, se për këta batonat e për këta Milajm Zeka, Berata, Lirima, këta na adim haptas këj Kosova din, e gjëkata, e prokurort, krejt i din të sene. Veç që nuk guzojnë hala me reagua, din pa ardhë në për prokuror i qartën krejt, që s'janin për njeri gjallë, që atëherë reagojnë. Se për nëryshe, po jo, të paktën mos bajnë viktime
me ndjek një shembull se aty në përvaqicat që janë deri sot burr. Keni kujdes çka folni, çka thoni. Se momentin që një herë e hup besimin popull, kur mo 300 vjeti me punu si gazetar, nuk të kthehet besimi. Kur hiç mo, se një herë ke rajt keqa mo nuk beson kërkush. Munduaj me konë sa ma thjesht, munduaj me konë sa ma qartë për publikun, munduaj me konë sa ma realista për gjithçka. Po nejse, ju përshëndes e kaloni bukur krejt deri në videon tjetër të ardhmen.